Kanë zgjedhur të frekuentojnë kursin udhërfyesi turistik I çelur së fundi në qendrën e formimit profesional në Gjirokastër. Pas 6 muajve, kursantët do të pajisen me certifikatën që u jep një mundësi më tepër për një vend pune në sektorin e turizmit. Kam zgjedhur këtë vend sepse e pëlqej dhe marrë një uri që më duhem. Shë veten si një guid në të ardhmen? Besoj që po të marrë një uri të duarave të jem më I aftë, besoj po. Besoj të aftësi që mund të nxjerr nga kjo kurs. Kryesisht janë të rinj, por nuk mungon interesi për këtë kurs edhe nga mësues të gjuhëve të huaja dhe historisë, thot instruktori Blerim Topulli. Kursi udhërfuesit turistik është diku te 600 orë teori dhe praktik përfshirë dhe përmban një pjesë të madhe të rajoneve të Shqipërisë, pjesën historike, gjeografike, teknikat e udhërfimit. Dhe është një kurs I cili është, le të themi, shumë I këndshëm për të gjithë të rinj që duan të bëjnë diçka ndryshe në lidhje me trajnimet. Siç e dini, turizmi është një nga përparësitë në ekonomi dhe pjesa e guidës është një nga pjesët më të mirë paguara në treg. Aktualisht funksionojnë 2 grupe që ndjekin këtë kurs. Kursantët gjatë kësaj periudhe marrin një uri të duhura për mënyrën e menaxhimit të grupeve turistike, por edhe informacionet që duhet të përcjellin te vizitorët.